Edhe këtë ndikim në këtë sektor të posaçëm të ekonomisë kombëtare, siç ka ndikime të tjera në sektor të ndryshëm të tjerë të ekonomisë kombëtare. Dhe natyrisht, kur flasim për çmimet në treg, duhet kemi parasysh edhe faktin që ne jemi vend importues. Dhe natyrisht, një pjesë e konsiderueshme e çmimeve impakton produktet posaçme në treg apo të konsumit përgjithshëm të qytetarëve, përfshirë ushqimet, po përfshirë edhe hidrokarburët që impaktohen nga kursi i këmbimit monedhës. Një kurs fiks i fiksuar, të cilin Shqipëria nuk e ka pasur që nga viti 1990 kur ndryshoi sistemin dhe zgjodhi ekonominë e tregut si sistemin bazë të ekonomisë vetë kombëtare, natyrisht do të impaktonte shumë fort pjesën tjetër të ekonomisë kombëtare dhe natyrisht mbi të gjitha konsumin dhe çmimet e qytetarëve. Kështu që kur kërkojmë për një sektor caktuar, duhet kemi parasysh edhe impaktin që ai jep në sektorë të tjerë të ekonomisë. Ajo që për cilin unë dua të flas sot këtu, ka të bëjë me tregun e hidrokarburave. Natyrisht që është shumë e ndjeshme çështja tani, për shkak se çmimet në konjunkturën ndërkombëtare vijojnë të jenë për lart, shkuan lart për shkak të situatës luftës në lindjen e mesme midis Izraelit, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, një regjim teokratik i egër mbi popullin e tij, po edhe mbi vendet e tjera të rajonit. Thënë të gjitha këto, natyrisht që duhet kthejmë vëmendjen nga modeli i tregut që kemi në këtë sektor. Është shumë e rëndësishme që narrativa që synon të fsheh element posaçëm mbi të gjitha modelin e tregut që ne kemi në sektorin e hidrokarburëve të mos gjejë hapësirë të mjaftueshme për të zhurmuar apo mbi të gjitha për të fshehur e treshur vëmendjen në drejtime të tjera. Po patjetër ne kemi një nivel të lartë të tatimeve dhe taksave mbi hidrokarburët dhe nuk është se nuk e dim këtë gjë, nuk është se nuk e kemi patur zgjedhje këtë gjë, po e kemi patur zgjedhje, nuk është se nuk po e administrojmë pikërisht të problematik që kemi me tatimet dhe taksat. Qeveria ka lajmëruar që do të ndërmarrë një nisëm për të ulur akcizën apo për të reduktuar akcizën, por në krahun tjetër e gjitha kjo nuk mund të shmang vëmendjen nga modeli i tregut që kemi. Edhe me tregun e sotëm, edhe me çmimet e sotme në bursë të hidrokarburëve, qoftë të Brentit, qoftë edhe të çmimeve të naftos crudo, natyrisht që ne kemi çmimin neto të hidrokarburëve më të lartë se sa i gjithë rajoni. Po flas për çmimin neto pa taksat fare, që është më i larti se edhe në Maqedoni, edhe se në Kosovë, edhe se në Malzi, edhe se në Greqi, edhe se në Serbi. Dhe natyrisht e gjitha kjo të çon që ta fokusosh vëmendjen tënde në një element kyç, që është modeli i tregut. Ditën parë lexova një deklaratë të shoqatës së hidrokarburëve, që me thënë drejtën nuk funksionon si shoqatë, po funksionon si një kartel që garanton dhe mban çmime dhe fitime të larta në sektorin e hidrokarburëve. Natyrisht kaloi jashtë vëmendjes, nuk mori përgjigje ajo deklaratë edhe për shkak se është krijuar bordi i transparencës, që është keq kuptuar si bordi që cakton çmimet. Ai bord duhet funksionojë mbi këtë bazë, mbi bazë të transparencës, po edhe mbi bazë të modelit të tregut të bëjë transparent, me qëllim që gjithë të jenë të qartë se ku e kam apo ku e kemi problemin. Thjesht dhe vetëm tek tatimet e taksat apo edhe tek modeli i tregut që garanton apo mban çmime të larta dhe fitime të larta në këtë treg. Mbi të gjitha, ajo që më bëri përshtypje ishin tonet kërcënuese të një shoqate që funksionon në treg si kartel. Tonet kërcënuese të tyre për të ndërprerë furnizimin, për të ndërprerë importin, e kështu me radhë, natyrisht janë tone kriminale që kërcënojnë sigurinë kombëtare në këtë vend. Sigurinë kombëtare, jo thjesht dhe furnizimin me naftë apo me benzinë të makinave, po kërcënojnë sigurinë kombëtare. Dhe natyrisht duhet të marrim përgjigje duke shëmbur modelin e tregut hidrokarburëve që garanton fitime, arrogancë dhe kërcënime nga operatorët në këtë treg. Faleminderit.